Miniera e Trepçës i ka 11 horizonte. 800 metra e ka thellësin dhe në horizontin 11. Punon me 4 ndrime, punon me mjete një pjesë, mjeteve thash edhe po për viteve 80-ta, mjetet ngarkuese që janë edhe lokomotiva këtu, mirë po mas lufti kanë marrë edhe do mjete tjera që na si sindikalist gjithmonë kena kundërshtu, që nuk, si mbas neve nuk lejohen minjerë janë me djegje të mrenshme, domthonë kështu me hunë thjesht me naftë, me djegje me naftë. Janë kamion që ngarkuhet i nxall 10 tonë edhe aty ngarkuset. Mirë, po ata për një kohë të shkurt, ata katalizatorë që janë prishen edhe ai liron gazna, edhe liron naftë. Domthonë, ngritja e prodhimit u shku me çato mjete, mirë po shëndeti punëtorëve. Vazhdojnë akoma të punohen me ato mjete? Ende vazhdojnë edhe nuk e di, unë nuk jam i njoftuar, diku ndoshta një minjer tjetër që ka mjete djegje në objekt mbyllur. Ato mjete duhet me konë minjera sipërfaqësore, që janë minjerat e Thëngjillit, këtu në Bileqe, do vena, mirë po atje janë me naftë. Domethënë këtu kushtet, na gjithmonë kena lyp me përmirësu kushtet. E mu për shkak se ka do vena që nuk munden me përmirësu kushtet, dashta temperaturën nuk mund e jek plunin, e jek një mos ma të vogël, e rrezikshmëria është e pa parashikueshme, minatorët i kanë pas benefitet gjithmonë. Ajo është ligj ndërkombëtar i minjerave që këtë botën. Benefitet që kanë qenë tash po ta marr krahasimin më përpara edhe sot. Dikur minatorët kanë punu 12 muaj, kanë numëru 18. Nëse në moshën, unë jam hinë moshën 19 vjeçar minjer. Nëse i ke bo 40 përvoj punën minjer, ti e do në penzion. Mirë po 40 vite i ke bo me benefite. U du me punu 30 vjetë, tu ka një 45. Se një vit e gjysë. Domthonë na kem minatorë edhe kem dëshmi që kur i moshën 20 vjeçare, 42-3 vjetë, o dolë penzion. Sot minatori punon deri moshën 65 vjeçare.